Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të kësaj vizite, ai ishte i ftuar në organizimin e konsullatës së Kosovës në Iowa. Përmes një njoftimi, FSK-ja bën me dije se ai është takuar me sekretarin e shtetit të Iowas, Paul Pate, kryetarët e qyteteve të Johnson dhe Norwalk, si dhe zyrtar të ndryshëm të shtetit të Iowas. Jashari vlerësoi lart bashkëpunimin dhe partneritetin, si dhe i falenderoi zyrtarët shtetëror për mbështetjen e pakushtuar që po vazhdojnë të ofrojnë për FSK-n. Gjithashtu, në kuadër të agjendës zyrtare, ai vizitoi edhe shtëpinë e veteranëve të ushtrisë së SBA-ve për këtë shtet. Gjatë kësaj vizite, i pari i FSK-s u njoftua nga stafi i këtij institucioni me aktivitetet, procedurat dhe rolin e rëndësishëm në mbështetje të veteranëve. Në fund të vizitës, Jashari shprehu mirënjohjen për të gjithë veteranët e ushtrisë amerikane, të cilët kanë kontribuar në ruajtjen e paqes dhe sigurisë nëpër botë, me veçanti atyre që kanë shërbyer në Kosovë. Në margjinat e vizitës zyrtare në shtetin e Iowas, komandanti i FSK-s vizitoi edhe bazën e aviacionit të Gardës Kombëtare të Iowas, e cila vlerësohet si një nga njësitë kyçe të saj. Me këtë rast, siç njofton FSK-ja, General Jashari pati mundësinë të shohë nga afër aftësitë dhe kapacitetet e kësaj baze, duke përfshirë helikopterët e modelit Black Hawk. Gjithashtu, stafi i kësaj njësie e njoftoi komandantin dhe delegacionin e tij në lidhje me procedurat e trajnimit të personelit aviacionit, mirëmbajtjen e helikopterëve, infrastrukturën përcjellëse dhe inspektimet e nevojshme për helikopterët në fjalë. Gjatë vizitës, General Jashari dhe General Stephen Osborne u pajtuan për krijimin e grupeve punuese të përbashkëta për planifikimin e ngritjes së këtij kapaciteti në kuadër të FSK-s, duke përfshirë trajnimin, operimin, mirëmbajtjen dhe infrastrukturën adekuate, u tha në njoftim. Në përfundim, Jashari e vlerësoi lart profesionalizmin e kësaj njësie, si dhe falenderoi stafin e bazës aviacionit për gatishmërinë e tyre që t'i ofrojnë mbështetjen e nevojshme për FSK-n në lidhje me trajnimin për helikopterët Black Hawk, si kapacitet shumë i nevojshëm për ushtrinë e Kosovës në të ardhmen. Dhe gjithashtu 1 miliard euro për ushtrinë. (2018-2020) qeveria asokohe as 4 milion euro për armatim dhe municion. Qeveria jonë për 4 vjetë ma shumë se 430 milion euro, pra ma shumë se 100 herë ata. Para neve të dashur qytetar, policia e Kosovës ka qenë më e armatosur, më e madhe, më e fuqishme se ushtria jonë. Kjo po ndryshon, e keq tavonin prej 5.000 pjesëtarëve të FSK-s, tash mund të shkojmë edhe më shumë se 5.000, kena dyfishu numrin e qizmeve në tokë, i kemi shtu ushtrisë tonë drona TB2 Bayraktar nga Turqia, drona Skydagger Kamikaze nga Turqia, drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sistemin Javelin antitank nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të blejmë helikoptera, skiftera Z Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Gjakov do ta kemi fabrikën e municionit për ushtrinë tonë dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. Po ashtu e kemi shpier edhe më lartë tavonin e moshës. Forca e Sigurisë Kosovës e ka pas tavonin 23 vjeç. Më shumë se 23 vjeç nuk ke mujt mu inkuadru në FSK. Tash e kemi bon 25 vjeç, i ftojmë djemët e vajzat, gratë e burrat që duan të angazhohen, dhe jemi të interesuar që në fund mandatit nga rreth 300 ushtarake, sa i kemi në Forcën e Sigurisë Kosovës, ti kemi 1.000 gra e vajza në ushtrim. Ndërkaq, të gjithë ju që jeni të interesuar, mund të bëheni pjesë e rezervës vullnetare të ushtrisë Kosovës,
do t'i kryeni ushtrimet, trajnimet në kuadër të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, se cili do t'a di se ku do t'jetë e çfarë do t'bëj në rast të fatkeqësisë natyrore apo konfliktit armatosur, dhe do të kryhen edhe kurset për ndihmën e parë, edhe kurset për përdorimin e armëve, dhe secili prej jush do ta ketë pushkën, jo të shtëpia, po në kazermë të FSK-s. Ju do ta dini vendin ku e keni pushkën në rast të rrezikut për shtetin e përkombin ton, por po ashtu edhe ata në FSK do ta dinë se ku jeni ju në rast të një rreziku të tillë. Në këtë mënyrë e gjithë shoqëria jonë ngritet lart dhe organizohet për mbrojtje rreth ushtrisë tonë që po ngritet lart e më lart, sepse edhe po rritet për nga numri, edhe për nga pajisjet e armatimit modern dhe të municioneve të shumta. Përveç 1 miliard në prodhimtari dhe 1 miliard në ushtri, do të kemi gjithashtu edhe investime për sportin, për kulturën, për rinin. I kemi lojrat mesdhetare 2030, 20 stadiume do të ndërtojmë në 18 komuna të Kosovës dhe do të vazhdojmë me lartësimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Të dëshmojmë se ne mund të organizojmë edhe aktivitete e ngjarje të ndryshme ndërkombëtare që rinia të jetë aktive e gjithnjë më e gjatë. Pastaj, gjithashtu, ne e dim që kemi mungesë të ujit dhe do të na duhen 5 diga të reja. Kuqica, Pollota, Desivojca, Firaja edhe Dragaqina. Dhe 4 diga të tjera për të cilat do të bëjmë studimin e fizibilitetit. Sepse siguria nuk është veç policie, ushtri, siguria është edhe ujë. Por ju e dini më mirë se të gjithë që siguria është edhe energji. Prandaj, në termocentralet e Kekut do të ndërtojmë edhe një termocentral të ri nëpërmjet gazifikimit të linjitit. Sepse ekonomia jonë që po rritet ka nevojë për më shumë energji se sa që kemi tani. Mandati i ardhshëm do të jetë edhe mandat i hekurudhave. Prishtinë, Durrës, Hani e Lezit, Fush Kosovë, Mitrovic, Leshak, dhe gjithashtu hekurudha që e lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me kryeqytetin Prishtinën, që është shumë e rëndësishme për bashkëdhetarët tonë që tashmë kanë filluar të vinë masivisht për festën e vitit të ri, që janë nis 30 më herët se vjet me 28 dhjetor. Përveç se policisë e ushtrisë, ne nuk e shikojmë shoqërinë tonë, popullin tonë, vetëm për nga fushërimtaria, por edhe për nga shtresat dhe nevojat sociale. Konkretisht, jemi kujdes në veçanti për nonat edhe fëmijët. Fëmijët nuk kanë pas shtesa në Kosovë para qeverisjes sonë, kanë qenë 0, i bëm 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, dhe ju e dini që sfundmi, shtesat që ishin për një familje që i ka 2 fëmijë nga 20 euro, 20 euro gjithsej, i bënëm nga 30 euro, 60 euro, për ata që i kanë 3 fëmijë ma shumë, ishin 30 euro, i bëm 25 euro, pra një familje me 3 fëmijë ka marrë 90 euro, mas ne i merë 135 euro, një familje me 4 fëmijë që i ka marrë 120 euro, tash i merë 180 euro, me 5 fëmijë që i ka marrë 150 euro, i merë 225 euro, sa ma shumë fëmijë që ashtë ma shumë shteti do tjetë pra njush që t'ju më përshtes e t'ju ndihmoj. Por, na këtë do t'a dyfishojmë.
Shtesa për fëmijë 45 euro, në mandatin e ardhshëm bëhet 90 euro. 2 fiqe. Me qenë se në vitin e ardhshëm rritet paga minimale, do të rritet edhe mbështetja për nënat e reja për lehonat. Sërish nuk ka pas mbështetje për tonë të kalumën. Ne e fillu me pagën minimale që shë gjetëm 170, pagën minimale bënëm 350 euro, edhe lehonat u mbështetën me aqë, ndërka që në mandatin e ardhshëm, me 1 janar paga minimale bëhet 425 euro, me 1 korrik bëhet 500 euro, po aqë bëhet edhe mbështetja për nanat e reja lehonat, që dhe me thonë i marrin